今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由の柱を蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンShumë vite më parë, magjistari I madh Eno Ozuno solli në jetë një shpirt mbrojtës të fuqishëm të quajtur Zenki. Ozuno e përdori të madhin Zenki për të mbrojtur botën nga krijesat djallëzore. Tani që kërcënimi I të keqes paraqitet dhe një herë, I pamposhturi Zenki ringjallet përsëri. Futa, ktheu këtu! Moj Futa, moj qinushke vogël! Pra, e bëjmë edhe njërë tjetër, Futa! Mbyllë gojën tani, Futa, mjafle! Jutaka? Ja ku ta hodha, kape! Shumë mirë të lumt, je shumë qëni mirë, Futa! Ej, përshëndetje! Përshëndetje, ju banonoj në shtëpisën që është ngjitur. Çaki Eno, ju jeni Jutaka Kono, apo jo? Ej, unë jam I uritur shumë, mi jep diçka për të ngrënë për të them me një herë. Qetëso një herë, mjeshtër Zenki. Çaki do të kthehet së shpejti dhe do të sjellë ushqim, prandaj mos u bëj trazovaç. Më ka marrë uria. Qeni yt që nga shumë I lezetshëm. Futa është racë e pastër japoneze. Raca akide njeh për pastërtinë dhe besnikërinë që kanë ndaj pronarëve të tyre. A e njeh qenin Hachiko? Edhe ai është e njëjta racë me atë të Futës. E di çfarë? Megjithëse ai është një qen shumë I zotit, ai prap nuk mëson dot si qenë të tjerë. Do me thënë ti paske edhe qenë të tjerë përveç Futës së vogël. Tani voglushe, kape edhe një herë tjetër. Ka mundësi që ti shikoj pak edhe qenë të tjerë që ke? Të lutem. Shumë mirë Çaki, tani po të tregoj qenë të tjerë. Në rregull. Futa! Futa, ku je futur? Futa! Tani kthehemi në shtëpi. Jam gati të pi filxhanin e 4. Çfarë? Çaj im. Shikojeni çaj është duke kërcyer, është duke kërcyer. Çfarë po ndodh? Çfarë ishte kjo gjë që sapo na ndodhi, Zenki, duhet të jesh I kujdesshëm. Unë s'kam nevojë që të mi mësosh ti këto gjyshe. Dëgjove? O shpirtar të plotfuqishëm të qiellit dhe tokës, ju kërkoj që ta shkatërroni angjëllin mbrojtës. Bauka!
Duhet të jetë dikush që po i kontrollon të tre shpirtrat. Motra ime dashur, çfarë do të bëjmë tani? Çaki nuk ndodhet këtu dhe Zenki është i padobishëm. Hej, çepe gojën ti! S'ka rëndësi se çfarë ndodh, nuk kam për t'ju ndihmuar fare juve të dyve. Më dëgjoj këtu. Yukaj, duhet të tregohesh i zgjuar dhe të mbrosh veten tënde. Armiku duhet jetë siguruar më parë që Çaki nuk do ndodhej këtu tani. A është e mundur? A ekziston mundësia që Çaki të jetë sulmuar përpara nesh? Golan, njerëzit e moshuar nuk i përballin gjërat ashtu siç duhet. Ai ishte i sigurt që më përpara që vajza nuk ishte këtu në momentin që ju sulmoi, duke kërkuar angjëllin mbrojtës. Ti po flet kështu, Gulen? Ki kujdes. Ajo që dua të them është që duhet të godasim shpejt dhe pa humbur kohë në mënyrë që të heqim qafe angjëllin mbrojtës. Gulen, Po, është e rëndësishme që të mos nxitohesh. Duhet të sigurohesh që Golan duhet të veprojë me saktësi. po. Nëse do të sulmosh armikun, në fillim duhet I lidhësh këmbët që mos të godas Gulen. Ua, ti e pronari I gjithë këtyre qenëve të vegjël? Po, e shikon, ai atje është I racës Uel Shkorki, kurse ai atje është Shitsu. Gjithashtu kemi dhe të racës siberiane. Këta të gjithë janë shumë të mirë. Vërtet? Çfarë kanë këta që bëjnë kështu? Duken shumë të trembur. Ej, mos u shqetësoni qenush, s'ka pse të friksoheni as pak nga unë. Po, kjo duhet të jetë, bas që ka të bëjë me bubullimat që bien jashtë. Çaki, a e di që qendi kanë shumë frikë bubullimat dhe vetëtima? Oh, ej, Yutaka, shikoj e futën. Oh? Futa. Si është puna? Ha pra voglushi, si ka hallin tani më thuaj? Futa. Shiko, më duket si I ka mbetur diçka në gojë. Çfarë është ajo? Nuk duhet ta nxjerr se s'bën qandi. Mos u shqetëso. Do të ta nxjerr unë nga goja. Si po shkon puna? Edhe pak Lenzora. Edhe pak e kapa. Ajo është... Oh, jo, mos, I dhe shpejt, Yutaka. Çfarë është kjo? Më ndihmoni! Ndim! Yutaka! Është duke ardhur mjeshtër Zenki. Motër, të lutem më lejo që të bëj magjin time. E pat këtë, unë mund të bëj diçka atëherë kur duhet. Po të mendosh nuk ishte dhe aq keq, gjyshi. Ma jep këtu shpejt. Ma kre me njerë qenin tim. Yutaka, të lutem përpiqu ta mbash veten. Ma kre me njerë qenin tim. Mos! Sa më shumë që mendon për qenë e ti, aq më shumë dëshirë ka dhe aq më tepër I mbin parat e ligësisë. Ti, maj voglushe, ti do t'jetosh me mua për gjithmonë, kuptove. Po, është e vërtet.
Mos, motër! E, do pushosh se qura vituri ti? Hej, ti! Pleshu me mua këtu ti frikacak! Mjeshtër Zenki! E thiri Çaki, kjo do të thotë që ajo është në rrezik. Eja, duhet të shkojmë ju kaj. Prit, motër, prit! Nuk mund të më thërasësh pak me edukata? Pra, ma merr mendje se kjo është arsyeja pse më thirrë që të vija këtu, a? Zenki, më dëgjo, ky përbindesh ka pushtuar një nga shokët e mi të shkollës dhe ka marrë edhe qenë ti gjithashtu. Kape atë përbindesh dhe më jep fjalën që nuk do ta shkatërrosh atë. Shko më lere ha tani, sta jap do të fjalën për këtë gjë. Po nxito tani më thuaj fjalët magjike. Pra shpejt nxito të thash. Dakord. Unë zgjoj angjëllin mbrojtës dhe çliroj fjalët magjike. Sulmi hapur. Sulmi hapur. Forca të natyrshme ringjallën Zenki. Mbrojtësi Zenki është ringjallur përsëri. Hej, po ti, kush je? Jam shumë i lumtur që ju takoj. Unë jam Goran, një nga 3 shërbëtorët e Karumës. Po ju kush jeni? Karuma? Ju keni ardhur këtu edhe pse dini shumë mirë që ne jemi pasardhës të jene Ozunos? Për të shkatërroj ato që më dalin përpara. Ku është angjëlli mbrojtës? Ju kaj, a i litari thjesht nuk ka për të bërë asgjë. Po, sigurisht e dia këtë gjë. Pra ju po planifikoni të luftoni me mua, në rregull, shumë mirë. Pret një minutë. Hej, ti aty, më thuaj, kush je? Kjo nuk ka fare rëndësi. Nuk ju tha vajza e vogël se çfarë të bëni? Unë jam i gatshëm të shkatërroj Liksin. Jam Soma Miki, një magjistar i vërtet. Pra ti qën ke ai magjistari famshëm Soma Miki? Ja ku erdi! Riri art! Jo, Zenki, të tash të mos e shkatrosh atë! Zenki! Nuk mund ta bëj dot këtë gabim. Nuk kam ngrënë drek akoma. Do të më pëlqente shumë ti shërbeja pak uris që kam. Më thuaj, po tani ç'do bësh me këtë? Ja, ku po vjen gjysh? Dy lapu san kazakan palan. Oja, mos ju ka i shiko që po ndodhë. Do të mund. Ej, i met! S'ke për t'i marrë letë fëmijet e mi. Unë kam për të bërë ty copa.
Si guxon të më marrësh krahun tim të djathtë? Çfarë kërkon të coptoj tjetër? Zenki, jam e shqetësuar, mirje? Kjo është natyra e vërtetë e krijesës që ti doje që të mos i bëja keq. Pa hidhi një shikim tani. E kuptova. Unë jam pasardhëse e Ozunos. Unë do ta shkatroj vetë ligësin. Fjala magjike e zjarri! Kah! I poshtër, ke për të më paguar këtë që bëre. Çfarë është kjo? Çfarë po ndodh kështu? Po, duhet të jenë bubullima. Shiko. Janë qend. Më kujtohet kur Jutaka më tha se qend kanë frikë nga bubullimat. Ta qend të vegjël të gjor janë ngllabëruar nga para egër e ligësisë. Ata duhet të jenë tmerruar nga kjo, po ja mbathin. Futa! Ndalo! 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 Ata qenë të vegjël nuk duan vetëm që ti ikim prandej, por ata duan ta shkatrojnë përpindshin. Me sa shoh qenë të vegjël kishin thirrur bubullimat dhe rufet dhe bubullimat po vinë. Futa dhe qenë të tjerë? Si është puna kështu? Të mashruari së bashku me pasardhësit janë duke humbur? Kjo është e mrekullueshme, duket se dikush i ka thirrur bubullimat. Vetëm prit pak, burr plak. Perëndi, fjala magjike shkërptima! Ja dole mban! Mos! Ai që ka larguar përsëri. E pa besueshme. Ai është i aftë që ti rezistonte drejt për së drejti goditjes së shkreptimës. Shaki, tani! Fjala magjike zjarri! Fjala magjike zjarr! Vendos zjarr në pririn tim të artë! Formacioni zjarr, fjala magjike zjarrit! Hej, Jutaka, më dëgjon? Jutaka, më dukesh mirë. Unë... Çfarë ka ndodhur kështu?
qenushët e vegjël. Jam e lumtur. Mjaft. Sa i lezetshëm. Shumë faleminderit Zenki. Kjo nuk është e drejtë fare. Dhe pas gjithë kësaj unë të paktën duhet ta kisha një drek të vogël. Mbretëresha Karuma, me sa duket patëm disa rezultate. Me sa duket, Zenkin dhe vajzën nuk duhet të kishim nënvlerësuar. Të gjithë ju bijtë e Karumës nuk duhet të zemërojeni me njëri tjetrin. Ka ardhur koha që ju të bashkoni fuqitë së bashku. Zoti Ercirës na ka urdhëruar. Ju duhet i masni të gjithë forcat tuaja dhe të përdorni çdo gjë që keni dhe shkoni përpara në betejë si një trup i vetëm.